Në qoftë se ka një Shqipëri, që ka punë në Zotin, Jeti dhe Dilmanushi, në origjine, smundjeve që nuk mjekohen nga ilatet e skadura që shisin të rejtë. Realizuar këtu, investimin në rëndësishëm në industri farmaceutike në historinë e vetë, me të cilin hidhen baza e një industrie farmaceutike në moderne në rajon. Ky është Sali Berisha, pra, që kur ishte kryeministër, shkoi inauguroi Profarmen dhe tha që ky është një investim strategjik. Faktikisht Berisha nuk din gjë çfarë Zoti, ka qenë kundër Zotit gjithmonë. Ai është për aty në komunistave që kënaqet me pa njerëzit të vujt. Sali, ti je i hajdut që është 91-shin që ke vjell dhe lekt e arkës PD-s. Ty është me thanë hajdut, jo mu. Din vetëm me shpif, din vetëm me shah. Humja dhe Bashkinë e Shkodrës, humja dhe Bashkinë e Vardësit. Dhe kjo i dhem shumë. Hija jeme po i del Berisha dhe në Kuks. Një mandat do t'ja marrim na PD-s në Kuks. Sali Berisha do të ketë humjen më të turpshme në 12 maj.